kemi arë këtu sot edhe jemi me Qimin, Qimi ke për t'na shpjegu, këtu kemi bledët, a? Po. Si do e fillojmë atë procesin, se kemi procesin e nxjerrjes mjaltit, a? Po. Do bëhemi gati tash, të marrë dhe unë do vesh gjaketën edhe. Si duke më shumë me këtë kostumin, duke më bukur? Ka vesh nga maja kohës deri në fillim. Ta provoj mirë. Do heqim këtu. Se kjo është një qik më si do në gati të bërë. A i bën kështu me tym ti në gjë? Po, foja të handisë në sekundën. Po. Vura dhe këtë karpetin këtu që të ri pasta dhe mos të fute mu që të bëj barin. Disa fjona tymi. Qa i bën kjo vetëm i qetëson, a? Tymi i qetëson bledet edhe i bën atë sistemi nervor të bledës. Nuk e duron dot, nga e që se duron dot tymin, atëre ajo qa bën, shumica e bledëve fusin kokën në mjallë, trompën. Edhe bën më të qeta. Si qartë këtu. Nuk hua sharku, mund të në shërë. Edhe më përmoj të anës. Këto janë të mbushura me mjalt? Po. Edhe i fut ai koshi tjetër atje, që pastaj do kalojmë procesin tjetër, e? Edhe këtu i heq gjitha tash? Po, tjetër. I heqim këto. Kjo është bërë gati dhe i les. Sa kohë ka që e ke marrë herën e fundit? Kur e morë herën e fundit? Jo, është edhe parë. Është edhe parë që po heq. Po për sa kohë bëhet mbushet me mjalt një koshere? Po varet nga periudha. Për shembull kjo duhet të ishte hequr që para një jave, 2 javësh, po. Edhe Edhe kështu vazhdon kjo punë, e njëjta punë me 3 kate? po, edhe kati poshtë është plot. Edhe kështu. Kjo është një qik si nga të tëra këto një qik si më të mirat. Por, po ka shumë. Po thua janë aty të gjitha. Po kjo si me mira. Kjo është një qik e dobët. Nuk e di pse.
Ka ndruar dhe memën e ka të vrej, po prap është çik mbrapa me Tash gjithë kjo koshere këtu, gjithë kjo ka një mbretëresh? një mbretëresh. Me fjalë, nuk ka rëndësi e ka në katë parë, në katë dytë apo në katë tretë, Jo, mbretëresha ri poshtë, e ka shiko, aty në kam një diafragmë. Në një diafragmë aty, ajo diafragma nuk e lejon memën të nxitet lart. Me fjalë mama duhet rri vetëm katin e... Po, do rri këtu poshtë kësaj diafragmës. Se e kam Do e shikojmë në atë diafragmën sot? e kam bërë runat, po. Po të heqim mirë këta një, pastaj do heqim atë tjetër. Okej. Bravo. Mirë, e kam bërë runat, dhe s'dua që ajo të kuin të ngjitet lart dhe bëj pjellje në konizat e mjashtit. Sepse ajo pjellja në konizat e mjashtit dikon edhe negativisht. Për shembull, dikon nëse do ketë pjellje aty edhe kurora e Ku janë ato bletët e reja? Rrinë në katin e parë? janë katë parë. Edhe ato rriten e forcohen e pastaj ngjiten e vazhdojnë dalin sipër? Pjelljet janë gjithmonë poshtë. A dallohen bletët e vogla? Janë më të vogla? Këto janë bletët punëtore. Po ato trejat, apo këto janë? Të rejat janë në përqeliza që ka aty fillon që nga veza, larva, derisa del blet. Okej, Këto 21 ditë. Bleta punëtore del 21 ditë. Mashkulli del 24 ditë, kurse mema del për 16 ditë. Edhe ron 35 ditë. Mema. Mama, Ajo, kjo, bleta punëtore. bleta punëtore. Po mama? Mema ron nga 1 dhe zakonisht ne e quajmë nga 3 dhe në 5. Po nuk i mbajnë vite. Vite, okej. Po nuk i mbajnë. Unë më shumë nuk i mbajnë memat më shumë se 2 vjeç. Sepse pjelloria bie e vezëve. Mama është ajo që prodhon vezët. Prodhon vezë. Po në mashkulli duhet këtyna apo Mashkulli të vetëm kur del kuin, ajo mama e re. Vetëm kur del mama e re. vetëm kur del mama e re, një herë duhet mashkulli? Një herë në shembull mamat e reja kur dalin mas 16 ditës. Mas 16 ditës del mama e re. Pastaj i duhen 14 ditë që të fillojnë nga pjellja. Mas 14 ditësh fillon nga pjellja. Po gjatë kësaj kohe mama fekondohet në meshkujt në ajër. A pse mama del jashtë? Del jashtë dhe kur ka arritur atë që ajo është forcuar dhe do dali për të fekonduar që të lëshoj vezët pastaj, atë bën kryqëzimin e meshkujt në ajër, nga 7 deri në 15 meshkuj, deri në 20 meshkuj llogaritë. Po zakonisht normalja është nga 7 deri në 14-15 meshkuj. Edhe secili mashkull pas kryqëzimit, fekondimit në ajër, ngor, janë to. Ashtu ë? Po, sepse mama ja shtrydh. Edhe mashkulli ngor. Ja merr shpirtin. Dhe mama kur vjen në kthehet në koshere, ne i kemi parë për video këto në shkollë. Edhe në fund të barkut, atje është një diçka duket e bardhë. Domethënë ajo nuk ka nevojë me, është e mbushur me sperma. Parimet, prerjet në një gjë, në një... Këtu i bën gjitha ato kosheret edhe bletët edhe ato kornizat e gjithçka, ë? Vinë ato dhe dashme dhe unë i montoj. Okej. A ndrohen vazhdimisht ato? Pa.
po për shembull tash që mbaron sezoni i mjaltit do të prodhohen, po? Poshtë për shembull baza ku janë ato, kornizat për shembull që nuk janë të mira, janë të vjetërsuara, duken si të errta, atëherë çfarë bëj? Vjen pranvera sezoni, për shembull shkurti i marsit, fillojnë heq ato të vjetra, vendos të reja sepse pjelloria gjatë dimrit këtu, dimri i Floridës quhet. Dimri i Floridës, dimër të vogël. Bie dhe në kohën kur vin pletë në fundi janari fillimi i shkurtit, fillon rigjenerimi i bledhëve të reja dhe shtohet kolonia në koshere, atëherë çfarë bëhet aty bëhet faza që bën riqarkullimi i kornizave. Hiqen të vjetra, vendosen të reja, edhe vjen sezoni i mjaltit, baza poshtë ka korniza të reja, të mira, që Ja, edhe këtu i man gjitha ato, Po. Mashallah, gjitha ajo punë është aksionere. është proces me vetë, janë gjitha këto janë korniza të reja. Shohim. Këtu? Nxjerrim këtu. Çka kena me nxjerr, dolën gjitha bletët, ë? Okej. Se pastaj po nuk punove, nuk kam jaltëre. Jo, po pse të shikosh ti këtu, mora për të punën. Puna. Ty datëm. Jo? Bravo. Hajde si profesor. O, i qove kështu këto? Tashi këtu fillon procesi. Të janë kapët with wax, tash do ta bëjmë uncapping. Po, do t'ja heqim këtë. Pse është kjo tash? Po nuk e hoqe këtë, nuk del mjalti. Nuk del mjalti, vërtet. Po kush e ka bërë këtë? Bleta e ka bërë këtë? A bleta e vullos këtë që të ri kjo, ta ketë vetëm bleta, jo e t'ja marrim neve. Si. Edhe kjo kështu e vullosur ri Me shekuj. Po. Me shekuj. Nuk prishën mjalti. Megjithatë, edhe ajo që hoqet ti tash ka sasi mjalti, atë centrifugohet edhe ajo? Kjo? Dylli, apo jo? Se Apo ka pullon marrë vetë. këto, pullon poshtë. Po kjo është për ata që ka nga 200-300 vlet. Po unë si profesionist me vjete i dua gjëra tje moderne. Edhe këtë. A e përdor prap ky dyllin ti për shembull? Ja, s'pare. Ha? Në Shqipëri e mblidhim ku punoni për pyjore dhe po ishim po bëhet fjalë beshin shumë e shkrinin edhe e çonin pastaj në porcelanin Tiranë. Po ti çai ban këtij dyllit tash? Hiç, kot. Se përdor. Sepse nuk se këtu ka fabrikë që për shembull Ta mbledhi. ta mbledhë dhe të bëj ato pitet për dylli. Ato janë zgjitur në online. Tani, Nila merë një kështu një lukë të vogla ose në ato plastiket. Plastiket janë më të mira në pak, se sa metali, që ta provojë. Sepse do ta provojmë dhe do t'i bëjmë edhe atë testin si e ka lagështirën. Për çfarë përdorte fabrika e porcelanit në Tiranë këtë që the? Fabrika e porcelanit Tiranë aty mblidheshe dylli, aty beshin pitet. Aty Dylli që beshin në gjithë Shqipërinë. Ka qenë ajo fabrika e porcelanit. Tani kjo është gati Për tu centrifugu. për të centrifuguar. Okej, kështu duhet bëhen gjitha. Lugën e kemi marrë në rrugë. Për mjaft se thonë që duhet ta përdorësh vetëm
te druri që mos vendosim. se ndikon. Tani mund të vendosim 4 nga këto, mund të vendosim nga, po mund të vendosim 4. Aciditeti që ka dhe Çdo qoftë. Oh, me këtë, a më the që do luk tani? Ale këtu dhe dhe? Me gishti këta? Pan këtë? Po. Ashtu, i dhe kështu dhe cilat. Futën gojtës. Po, aj. Jo, atë shuhet dhe pastaj mund ta hedhësh atë dyllin. Tana. Ata mirë është që ta hash, thonë se ka shumë vlera shumë të mira. Për doktorin tu. Më kam duart me kështu. Ndërres. Ja ku ka sinka. Dale, ishe dora ashtu. Një sekond. Atë ka ja ku. Më kapet tana. Ishe dora, ose, bravo. Ja. Hadi këtu. E mirë? Jo, mos skip. Ja, Se dhe. ashtu se e veli. Jo, ja dhe ishte. Nuk e vele, Është shumë i mirë ajo është. Ajo 200 pound atje. Nëse edhe mjalti ha 8 mg për kilogram pesh. Dila, Se me vërtet? Unë nuk duma. Si, se kjo e gruan e kam i qik punon në laboratorin e testit. Tash neve i provum lagështirën. Lagështira. Shumë i lagë ku i përta. Dila, po, mani qik shuke? Aman. Mund t'i heqesh dorashka t'i arë t'i përgënduash. Vaj, s'kaj. Ja dhe tajmë dhe kështë testit. Ajo është... Se du me dhe qëmë qapus. Ja. Ku përdorim qëmë qapil dhe Në Shqipëri po dyllin. s'ke pasu të t'i zanë në Shqipëri dhe në? Po s'kishim ma që të besoj të... S'kishte. Kur Kur dolën në të fillim. dyll, da duke shë qim qakis? Unë kam pas pushërira ime, gjyshi saj, ishte blek. Po ishte shumë pushere, ku ndjerë të mjarë të shkollin me, që na jetë të shkollin. Edhe unë që fëmije mbaj me të pjesën e fristën, na jetë në... Është 18. Po këto janë Do të thënë, ashtu plastik është ato? normale. Ata që i Dhe po më ishën 17 e gjyshë 18, po varet edhe nga korniza, varet edhe nga mjati, sepse gjitha kornizat Nuk e kanë të njëjtë. shumë e të. Kurse në Shqipëri Okej, ashtu. nxjerrni me atë ne atë dyllin me gjithë mjatin. Ndroj, Po, ta ndroj. gjama një Do tjetër. vetë prapu kapit. Sa kemi futur mbrenda tash? Futëm 4 njerëz. 4 copa. Ajo merr më shumë, po A mund të futesh edhe më shumë? Duhesh mi Po, fut këtë gjithmonë vogla- paralelisht, e? futëm më të vogla, po Deri sa copa zën kjo, Qimi? kjo merr 4 të mëdha dhe 12 të vogla. Provë me shpejtësia vash, se është një qikë, kam kemi e mora të rekte, ose kam një tjetër, pa jo vetëm 2 korniza. Përse këta e mora që merë më shumë, merë 4 të mëdhaja, dhe 12 të vogla. Edhe të dhëna vash, dhe pasaj duke rritur shpejtësinë. Aja rrit shpejtësinë vetë, e? Po, 4 të vogla. Centrifugohet e gjithë mjalti del nënsor, pastaj Vjen të kjo pika në kova atje. një kështu koshere, i herë në sa kohë, për shembull, kjo ishte kati i tretë që morëm, ë? Ky ishte kati i tretë që morëm. Ky ishte po. Edhe kati që është poshtë kësaj, që është me është plot. Është plot edhe ai. E, Edhe kati i parë apo kati i parë është vetëm Kati i parë është- për pjellje? Kati parë është me pjellje. Është për pjellje. Ah, interesante. Kati i dytë edhe kati i tretë janë kështu. Po këto tash kur i vendos boshti tash këto? Po. Kështu Bosh edhe I boshatis këtu?
Mas centrifugimit i fut prap atje ku ishim? Po. Apo do Ja, It's okay. Është e re. Tashi jemi për shembull, këto morëm vetëm katin e tretë, ja? Po. Tashi këto mas sa kove i rimbush, i heq Qoftë se prap? natyra riprodus nektar, mbas 2-3 javësh ato e ke plot. 2-3 javë. Po, Mi fjalë tu në po. Florida që kanë opsionin e mirë, Po produs natyra, po ka nektar natyra tani me volum, se edhe ky muaj është edhe ky muaj është mirë. Shkurti, gushti bie. Ja. Mezi shtatori fillon prap. Tetori, mezi shtatori, tetori dhe nga fillimi i nëndorit asa sezoni nga hymër. Po deri në tetor, pastaj mbaron. Vjet ka dhënë edhe fillimin nëndor, sepse ka qenë koha shumë e mirë. Ja. Andikon hurrikane? Andikon sezoni hurrikaneve, shirat e fortë e tjerë. Po, tash, Deri ku mund shkojnë kullot këto bletët tuja? deri në 3 kilometra. Deri në 3 kilometra? Tash do t'i kthejmë këto nga tjetër. I kthen edhe një herë këtë. Ti the se ka rëndësi edhe kur centrifugohet nga djathta në të majt, nga majta në djathtë. Kjo punon në 2 krahë. Tashi unë e kam provova këtë. Dhe sipas instruction që ka ardhur kjo thotë që nuk ka nevojë ti kthesh kornizën. Por unë provova dhe nuk është e vërtetë. Duhet mi kthy. Duhet me kthej që të dali komplet në. Okej, po ndoshta i lën një herë nga e majta dhe një herë nga e djathta dhe kryejnë atë funksionin apo? Po, edhe ashtu. Po ato nga brenda nuk dalin. Kështu që faqja duhet të jetë nga jashtë. Nga të fesin atë të centrifugës që të dalin. Edhe këtu pas edhe shpejtësia kjo është powerful motor. E ka 1500 gram, është shumë e fuqishme. Kace dhe ishte gati me hektar të gjitha dhe e shfrytëzoni në maksimum, se ka shumë lula kace, edhe kur dilte mjalti ishte shumë i bardhë, kristall. E këto ardi janë komplet bosh. Janë boshatistë këto komplet, ë? Po, Edhe tash këto i vendos edhe një herë atje ku ishin, ë? patjetër. I ke kriju kuqe shumë komode, qimi. Kjo është hobi në ne kemi u bën 40 vjet që punoj me jo kjo të ndihmon të shumë ajo që të dhash në ajo që përdorin tenistët edhe. Tej me vraku. Oh, yeah. Ta le hapur apo mos vinë në një ditë? Nuk vim bledet tash në dhe sepse në atë kohë nektari gjen në natyrë, nuk ka me shumicë. Ose tani Nëse tash i kanë kullota dhe nuk janë të interesuar shumë. Ti pe atje s'kishe, po të vish në darkë, nga të tregoj unë, po të vish në darkë aty në ora 8 ti, ato të para kosherët nuk duken. Janë mbushur me minc. Ishte i mirë me shijen kanë. Po tash kur nuk gjen mjaltin ato to kosheret bledhët, ç'a bëjnë? A shkojnë te kosheret tjera? Ja, shkojnë në njëra tjetër atë. Secila koshere ka aromën e vet. Bledet që vinë nga kullota, secila kanë orientim, pikë orientim. Dhe prandaj lynë edhe me ngjyra të ndryshme. Për me ndihmu, Ajo e ndihmon, e dyta orientimi i bledës që shkon nga këtu, shkon largësi dhe kthehet, si orientohet, ka disa
Bleta orientohet me diellin. Pika kryesore e saj është dielli. Ajo është GPS-i për bletën. Edhe duke parë se ku është drejtimi i diellit dhe ajo orientohet. Dhe gjatë ikjes e para kur bëhet bleta e re, orientimin e parë bën me koshele. Para se të fluturojë në fushë. Deri në moshën 18 vjeçë bleta punon brenda. Pas moshës 18 vjeçë deri në 35 vjeçë punon jashtë në fushë. Maksimum 5 mëngjesit këtë gjysmë e darkë. 35 ditë ron, asi nuk ron më tepër, a? Mund të ruhet mund të roj edhe 19 ditë. Sepse pse 19 ditë? Se deri në 18 ditë është e sigurt bleta, është brenda. Pas 18 ditësh bleta forcohet dhe punon në fushë. Bletët e reja që dalin e zvendësojnë ato, punojnë në fushë brenda në koshere, se quhen bletët e shtëpisë dhe bletët e fushës. Janë të ndara në grupe, kanë rojet, bletët e shtëpisë, bletët e fushës, bletët që se edhe mama ka gardën e vetë. Ato bletë që janë rreth mamës, ato merren vetëm me mamën. E ushqejnë, e lajnë, e krejnë, e drejtojnë, e orientojnë. Po, ka komandë, edhe ajo ka komandë, pavarësisht se ajo komandon. Po, ajo ka komandë. Sistem demokratik. Është, domethënë është, nuk mund të arrijë dot asnjë shtet, ose asnjë vend. Domethënë, organizimin e bletërisë brenda në koshere. Tashi ato bletët e fushës, ajo del, sot edhe parë që del në fushë. Sa doli bambi sek i angri iku. Po klasë për që si vjeta është edhe në 35 ditë jeton. Gjatë kohës së dimrit jetojnë më shumë, sepse nuk punojnë. Nuk po flasim për Florida, po flasim në vendet e ftohta. Mbyllen bletët për shembull në nëndorë. Gjatë gjithë dimrit ato olin brenda, nuk dalin sepse jashtë temperatura është ngritse, në tokë, nuk dhe. Dhe fillon dalin në mars. Pa ato 3 muaj, 4 muaj që olin brenda dhe jetë gjatësia e tyre të zjarrit. Nuk është e 35 ditë, 35 ditë është kur fillon tash sezoni që ato punojnë maksimum, ai spete. Janë dy stomak qure. Si ka 2 qeska? Po, ka. Ne në gjuhën e bretarisë ashtu e quajmë. Ka stomakun që ushqehet vetë si insekt për përbërjet anatominë që ka. Po. Zemrën ato dhe ka është Një thes që e manë për me shkargu. Gjaku, nuk quhet gjak, por ne në gjuhën e bretarisë quhet limf. Është leng pa ngjyrë. Kështu quhet. Po, limfa, po. Po theme ty, po flasim vetëm të bretarisë, sa që kemi mësuar neve. Në qeska e mjatit, ajo e mbush me nektar. Kur e ndjen që e mbush plot qeskën e mjatit, me nektar, ka mbushur dhe kam me polen, disa bletë nuk mund të marrin polen, po marrin vetëm nektar dhe vinë dhe kthehen, dhe e dozojnë tron me tron. So ajo bleta e shtëpisë që është aty, është gati. Kjo ja dozon, ajo e merr. Aha. E merr atë edhe e fut në qeskën e saj të nektarit të mjatit. Dhe aty procesi fillon. Bleta e nxjerr, e fut, e nxjerr, e fut dhe e mban kështu si bulz në trompa atë pikën e mjatit dhe atë pikën e nektarit. Dhe bletat e tjera që janë aty, derisa ajo të arrijë temperaturën a lagështirin që e do ajo para se ta depozitojë në qelizë. Atëherë, bletët e krijojnë nektarin apo e thithin nektarin? Në marrin nektarin në pëllule. Po, E bledhin. ku është ndryshimi ndërmjet nektarit edhe polenit? Poleni është si ta themu Veza e lules. Stili ato Yeah. lulet, ato pluri. Pluri. Ato Po nektari pluri- cili është? Nektari është lëng Lëngu i kujt? i lules. E ka në brendësi lulja atje dhe ajo bleta fut trompën që e thith nektarin. E këton? Po poleni për çfarë i shërben atëherë? Poleni është për bukë. Buka, quhet buka. Gjella Okej. quhet mjaltin dhe buka është proteina, se këto dy gjëra ushqehet vetëm. Me mjalt dhe me proteinë. Edhe polenin që e si. Edhe atë, para se të depozitojnë në qelizë, e ngjesh, janë nxjerr ajrin.
edhe depoziton atje dhe masi e mbush qelizën me polen, aty i fut një mbi tem, mbi polen, po ti shikosh me kujdes ato, po ndoshta nuk e di mund të kenë mundësi në një Ligjit? para 2012-ës nuk lejoshin bletët për mësiti në backyard. Okej. Nuk lejoshin. Sepse unë jam interesuar që ku ka marrë këtë 2001-shin, jam interesuar që të vendosja blet në backyard. Por, siti nuk lejo dhe kishe disa rregullare që do ta kishe shtëpi larg nga qendrat e banuara ose të ishe në farmer ose në agriculture area, farmer area, që i quhen këta. Të më thënë shtëpia ishte larg nga qendrat e banuara dhe qyteti nuk lejon. Për shembull, disa zona janë këtu, Oldsmar ka agriculture area. Është një vend këtu Sunset Point e King Road, quhet agriculture area, po është Polish Center në të djathtë para se të shkojnë, atje mbajnë kafshë, mbajnë gjitha dhe atje për shembull po kush e dinte, po duhet ta kishim ditur më para këtë që me ble shtëpinë atje. Në një shtëpi atje dhe nuk ke limit, dhe nuk ke kontroll dhe nuk paguan taks. Pa taks. Ashtu ë? Agriculture area nuk paguajnë taks. Pastaj e lejuan në gjithë Floridën. Mbasi u zhdukën kolonitë e bletëve nga Florida, sepse ndodhi nga ajo sëmundja Zika, edhe beshin spërkatje kanale, liqene, rezervuare të vogla. Spërkatin për mushkonjat. Për shumë mushkonjat, u zhduk gati mbi 60% e kolonive të bletëve filluan dhe u zhdukën. Atëherë shteti lejoi për me majtë blet. Atëherë në 2012, duke rënë popullsia dhe kolonitë e bletëve në Florida, atëherë zonë ligjin që kush është interesuar dhe kush ka një ori për të mbajtur blet në backyard, mund të lejohet. Edhe ka nga 1 deri në 6 blet që lejohen në backyard. Për këtë size, për këtë sipërfaqe toke që kemi. Vët fjala 1 deri në 6 koshere. Deri në 6 koshere. Kosheret, ai ka të limituar me sa kate? A mundesh me vu për shembull ti një koshere me 5 kate apo s'ka me 5 kate? Në një koshere ti vendose për gradat qelë po të duash, por që aq është limit high quhet. Ajo, sa kate i vëti është tjetër gjë. Nuk ka limit për atë, por lejohet nga 1 deri në 5 deri në 6 blet lejohet për këtë sipërfaqe tokë. Okej, I see. Mi fjalë aq mbretëresha. Po. Koshere high që quhet. Aty dhe kjo, por edhe këto që të mbash blet në backyard nga city, që lejohen nga city, e para edhe duhet i regjistrosh në Florida Agriculture, bletët e mia janë të regjistruara. Dhe mu paguaj fi në vit, është një gjë simbolike, e ke nga 1 deri në 6 blet, deri në 5 blet paguan $10, mbi 6 blet paguan $20. Thjesht për me kriju një statistike ka në do, se prandaj. Dhe në anë të regjistrimit të bletëve, Florida Agriculture Department që është i shtetit, duhet ta di se sa blet janë në shtetin e Floridës. Por dhe këtu ka disa kushte. Janë restriction, disa kritere, për shembull, më ta themi më mirë, kritere. Për shembull, kritere, nuk duhet të jesh afër shkollave, afër Ne kam distancë atje. kindergarten, animal park, public që janë këto parqet ose animal park, edhe këto është lejo. Dhe shtëpia duhet jetë e rrethuar me garth. S'kan si me wood, me vinyl, me det. Duhet jetë e rrethuar. Që komshiu ka fundligjit ka qenë them mos ta afrohet atje dhe të trazoj bletët. Të marrësh. Sepse inspektori që erdhi këtu në fjalë, para se unë të unë kisha filluar punën edhe, por kur e regjistrova dhe erdhi e para barriori tim, okay, ti nuk e as shkollas klas në këtë, e dyta shtëpia është rrethuar dhe very okay. Sepse në qoftë se nuk do t'i kesh këto, kushte, atëherë nuk lejo. Shama me ca vende nuk lejo. Të mbash. Duhet të jesh brenda këtyre kritereve. Ajme. Shkos se është temperatura shumë e lartë. Edhe njati kështu ju del edhe aty dhe që i kanë parë të gjithë.
Ka lezet shumë edhe të nxjerrësh mjaltë edhe të hash mjaltin e freskët. A Deniz? What do you think? Si duket? Mocno muszę mieć. Po dhe se t'i i kukret. Je dhe vetëm për atë Jo, mua më ka më të kushë. Një dushi. Qimi qash kjo? Kjo është ashtu diploma ose basi kemi mbaruar atë Si bletëritës, ë? bletëritës që e kemi marrë në Tiranë në vitin 87-88. Bletëritës, ja ku qekara, oh my god, ti je profesionist, nuk që ta nana e 10, a? Allah ta bëv zoti, Allah ta bëv zoti. Që në shkollë për blenë. Ja dhe fotografia kur ka qenë bletëritës. Ta gëzosh.